Kiara Tito rëmben vëmendjen në festën e Top Channel, një mbrëmje që u dominua nga eleganca dhe buzëqeshje. Një nga momentet më të komentuara të mbrëmjes ishte padyshim fotoja e publikuar nga vetë Sara Hoxha, bashkëshortja e Ledion Liços dhe një nga figurat më të rëndësishme të Top Channel. Gjatë mbrëmjes së dieshme, një foto e publikuar nga Sara Hoxha, një prej figurave më të rëndësishme të Top Channel, ka tërhequr menjëherë vëmendjen e rrjeteve sociale, teksa shfaqet krah për krah me moderatoren Kiara Tito në festën zyrtare të televizionit, një event që për çdo vit mbledh emrat më të spikatur të ekranit. Kiara është shfaqur më rezulluese se kur me një fustan të zi elegant, me një buzëqeshje që ndriçoi ambientin dhe me një energji që nuk kaloi pa u vënë re nga ndjekësit, të cilët e komentuan masivisht këtë shfaqje të saj në një nga netet më të rëndësishme për stafin e Top Channel. Ajo ishte e rrethuar nga mikeshat dhe koleget e saj, por pranë saj bie në sy edhe vetë Sara Hoxha, e cila rrallë herë ndan momente të tilla publike, duke e kthyer këtë postim në një mesazh të qartë të mbështetjes dhe vlerësimit për Kiarën. Komentet nuk kanë munguar dhe ndjekësit kanë vërshuar me komplimente për pamjen e Kiarës, stilin e saj gjithmonë të kuruar dhe hijeshin që ka fituar gjithnjë e më shumë pas lindjes së vajzës së saj, Luna Mari. Ndërkohë, shumë fansa kanë komentuar edhe lidhjen e ngushtë që moderatorja ka krijuar me figurat kyçe të televizionit, duke e konsideruar tashmë si një nga emrat më të fortë të ekranit shqiptar. Kjo foto nuk është vetëm një imazh i një feste, por edhe një simbol i vendit që Kiara ka fituar me punë, përkushtim dhe dashurinë e publikut, duke u bërë një figurë e dashur dhe e admiruar. Mbrëmja u mbush me shkëlqim, por ajo që la më shumë mbresa ishte mënyra se si Kiara rrezatoi në çdo detaj të saj, duke u kthyer pa dyshim në një nga yjet kryesore të festës së Top Channel.